Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve 21 minuta. Zyra e prokurorit të specializuar e përfaqësuar nga prokurori Matt Halling ka pretenduar se ish presidenti Hashim Thaçi i ka mashtruar ndërkombëtarët, përfshirë edhe James Rubinin dhe Wesley Clarkun, për atë që po ndodh në realitet. Në ditën e dytë të fjalës përfundimtare, sipas prokurorisë, mashtrimi i Thaçit bëri që kjo të ndikonte në botë kuptimin e ndërkombëtarëve për të kuptuar se si funksiononte në të vërtetë UÇK-ja. Prokurori Matt Halling pretendoi se të akuzuarit kanë pasur role në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, të cilat ishin në gjendje të shpërndanin qëllimin e tyre të përbashkët kriminal. Sipas tij, akuzuarit krijuan mjete dhe mohuan veprat e tyre penale në përpjekje për t'i gënjur ndërkombëtarët. Në rolet që ishin në gjendje të shpërndanin qëllimin e përbashkët kriminal, të emëronin antarët e NKP-s dhe mjetet përkatëse, të koordinonin përpjekjet e tyre dhe mohuan veprat penale në mënyrë që t'u hidhnin të gënjenin ndërkombëtarët. Parashtrimet për qëllimet e përbashkëta janë diskutuar tashmë. Krimet që kanë kryer janë kontribute të rëndësishme të NKP-s. Ai ka hedhur dyshime mbi besueshmërinë e dëshmitarit të tyre Sokol Bashota lidhur me përfshirjen e Hashim Thaçit në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Mbrojtja e Thaçit keq orienton kur thot se Azem Sula, një prej antarëve të NKP-s, ka qenë në pozicion të dinte kush kanë qenë antarët fillestar të shtabit të përgjithshëm. Kjo në fakt është në mospërputhje me atë që ka shtëm për Hashim Thaçin si një nga themeluesit e UÇK-s. Në provën 847, Sylla flet për përbërjen e parë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Ai evidenton Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin si antar themelues. Në provën 1875, Sylla në fakt flet për diçka tjetër. Gjegjësisht se çfarë konsideronte ai një takim themelues të UÇK-s në dhjetor të 1993-shit. Sipas prokurorit Halling, Thaçi ishte i aftë maskonte atë që po ndodhte në realitet, andaj, siç tha, as James Rubin, as Wesley Clark dhe ndërkombëtarët e tjerë nuk e dinin se çka po ndodhte në terren. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë është që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Dhe kjo ndikoi në botë kuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksionon të UÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan që nuk kishin kurrë interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballë me atë çka po dëgjon tashmë ky trup gjykues. Duke folur për përgjegjësinë e Hashim Thaçit në luftë, prokurori tha se ai ka kontribuar në shumë vepra penale. Ai shtoi se kontributi i të akuzuarit në UÇK nuk ishte për qëllime politike apo neutrale, siç thot mbrojtja. Në fakt, Hashim Thaçi ka qenë një përkrahas i drejt për drejt i qëllimit të përbashkët kriminal. Këtë mund ta shihni më konkretisht për mënyrën se si ai flet për LDK-n, një prej grupeve që shënjestronte politika ndaj oponentëve. Ai deklaron se ata që nuk e njohin shtabin e përgjithshëm janë kriminal dhe ne nuk do t'u japim armë kriminalëve, por ne do të luftojmë kundër tyre. Ja ku kemi provën 486, ku në një moment të tensionuar me Tahir Zemaj, Thaçi i drejtohet dhe i thot, do të luftoj Tahir Zemaj njësoj si serbët, ty dhe njësitë tua. U ndalua delegacioni i Qirezit edhe kulminoi me kërcënime e zotit Thaçi kur tha do t'ju vrasim në Prishtinë. Sipas prokurorit Matt Halling, Thaçi dhe Veseli para se të hiqnin dikë nga skena e akuzonin si bashkëpunëtor të Serbisë dhe se ata që nuk respektonin lëvizjen popullore të Kosovës do të vuanin pasojat. Ai pretendoi se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli personalisht janë të përfshirë në emërimin e komandantëve të UÇK-s. Madje ai pretendoi edhe se Veseli ishte pjesë e vendimit për të vendosur persona të caktuar për t'i mbikëqyrur operacionet, siç tha, të torturës.
Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi personalisht janë përfshirë në këto emërime komandantësh. Veseli në këtë rast nuk është jashtë vendi, nuk është jashtë shteti, ai nuk është i shkëputur nga këto ngjarje, por ai është pjesë e vendimeve që i ka vendosur këto persona për të mbikëqyrë operacionet e torturës. Organizata e veteranëve të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka shprehur shqetësim dhe kundërshtim ndaj përmbajtjes dhe gjuhës së përdorur në fjalët përmbyllëse të prokurorisë në dhomat e specializuara në Hagë. Në reagimin e OVL-UÇK-s thuhet se pretendimet e paraqitura përbëjnë tentim për kriminalizimin e luftës çlirimtare. Pretendimet e paraqitura përfshirë etiketimin e udhëheqjes së UÇK-s si pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale, përbën një tentativë të papranueshme për kriminalizimin e luftës sonë çlirimtare dhe për rishkrimin e historisë së rezistencës së drejtë të popullit tonë, thuhet në reagim. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka quajtur idiot ndërkombëtar prokurorin Matt Hollin. Ai ka shpërndar një video nga fjala e këtij prokurori që thotë se Thaçi ka tentuar t'i mashtrojë edhe ndërkombëtarët. Në video prokurori thotë, Thaçi ishte i aftë që të maskonte atë që po ndodhte në realitet. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan se nuk kishin interes për të kuptuar se çfarë po ndodhte në realitet. Çfarë idioti ndërkombëtar, ka shkruar Rama. Ish luftëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Haxhi Shala është liruar nga gjykata speciale. Lajmi për ardhjen e tij e ka bërë të ditur djali i tij Flakron Shala përmes një postimi në Facebook. Ai ka ndarë një mesazh të shkurtër emocional duke shkruar: "Mirë se erdhe në atë dhe bab." Pas lirimit të tij ka reaguar edhe organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mirë se vjen bashkëluftëtar, të urojmë shëndet dhe gjitha të mirat në jetë pranë familjes dhe njerëzve të tu, shkruan OVL-UÇK-s. Haxhi Shala është dënuar nga dhomat e specializuara të Kosovës për vepra që lidhen me pengimin e administrimit të drejtësisë. Edhe Bashkim Smakaj e Fadil Fazliu të akuzuar për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë janë liruar nga gjykata speciale me dorëzanin që kanë ofruar. Në fillim të janarit, speciales i ka shkuar kërkesa e fundit e Smakajt për lirimin me kusht para se të nisë procesi i tij. Aty u ofruan pos 20.000 eurove dorëzani prej gruas e djalit edhe 30.000 të tjera nga kolegu i tij universitar Sami Makolli. Presidentja Vjosa Osmani ka thirrur seancën konstituive të kuvendit për nesër në orën 12. Presidenca ka njoftuar se vendimi për këtë datë është marrë pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare dhe duke marrë parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryesia e kaluar e Kuvendit Kosovës do të mblidhet sot pasdite në orën 17. Në rend të ditës së mbledhjes përbashkët të kryeparlamentarit Dimal Basha me kryetarët e subjekteve politike është vetëm një pikë, ajo e përgatitjes për seancën konstituive të legjislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Enver Haliti nga lëvizja vetëvendosje tha për televizionin ton se me partnerët e saj i ka 66 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. I pyetur për çështjen e votimit të presidentit, Haliti i tha se është herët të flitet lidhur me këtë. Po pra pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Presidentja e Republikës ka nxjerrur dekret dhe ka thirrur seancën për datën 11 shkurt, do të thotë në ora 12. Ne si grup i ri parlamentar ende nuk jemi takuar, mirë po votat besoj që janë të mjaftueshme, do të thotë për zgjedhjen e kryesisë, kuvendet kryetarit dhe nënkryetarëve, dhe me çka i hapet rrugë edhe zgjedhjes së qeverisë së Republikës Kosovës. Fillimisht për kryetarë dhe struktura tjera, sa vota planifikoni apo mendoni që e keni të sigurta? Siç dihet, lëvizja vetëvendosje ka 57 vota, duke llogaritur edhe në partnerët e koalicionit dhe partive të minoriteteve jo serbe. Besoj që dikun 65-66 vota do të jenë besoj mjaftueshme për themelimin e institucioneve, gjithsesi parlamentit, do të thotë kryesisë së kuvendit dhe qeverisë së Republikës Kosovës.
Një çështje që gjykata kushtetuese e nxjerrë si vendim është që i takon listës serbe si grupi më i madh parlamentar ta caktojnë postën e nënkryetarit. Jeni të gatshëm ta votoni dikën një kandidat nga lista serbe për nënkryetar të kuvendit? Siç e thash, ne ende si grup i ri parlamentar nuk kemi takuar se si do të procedojmë tutje, mirë po besoj që do të ketë zgjidhje për secilin stat dhe do të vazhdojmë tutje me themelimin e institucionit të Kosovës. Sepse në KQZ dhe anëtarët e vetëvendosjes votuan për certifikimin e rezultateve përfundimtare duke përfshirë edhe listën serbe, pra listën e deputetëve të këtij subjekti politik. Kjo i bie që do të votohet nënkryetari, si rrjedhoi. Sipas vendimit të KQZ-s është votuar për certifikimin e të gjitha rezultateve do të thotë përfundimtare pas ankesave në ZAP dhe në Gjykatën Supreme. Kështu që nuk është votuar veç për subjekte politike, mirë po janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetor të vitit kaluar. A preferoni në pako apo ndaras çështja e nënkryetarit të zgjedhjet, nënkryetari nga komunitetet? Nuk mund të them asgjë, për shkak se ende nuk jemi takuar si përbërje e re grupit tonë parlamentar. Besoj që sot ose nesër paradite do të kemi një takim grupi i ri parlamentar dhe do të sqarohen të gjitha se si do veprojmë tutje. Po konstituimi jeni i bindur që do ndodhë nesër? Patjetër se po, nuk ka asnjë arsye tjetër të ndodhë ndryshe. Për qeverinë? S'po flasim, është nevojshme një koalicion apo i keni të sigurta votat? Ka votat lëvizja vetëvendosje bashkë me partnerët e koalicionit do të thotë që kanë qenë në qeverinë e kaluar, do të thotë minoriteteve jo serbe, dhe besoj që numrat janë të mjaftueshëm për zgjedhjen e qeverisë së re të Republikës Kosovës. Tek çështja e presidentit ndalemi pak sepse edhe aty është një afat kohor kur deri me 5 mars duhet të zgjedhet presidenti i ri. Keni filluar bisedimet, jeni në kalkulim kush mund të jetë kandidati më i parafort që i merr votat edhe të partive të tjera të ish opozitës? Besoj që është herët të flitet për çështjen e presidentit ose presidentes, për shkak se së pari duhet kryhet hapat e parë që është konstituimi i kuvendit, qeverisë, është votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe i buxhetit të Republikës Kosovës që është një urgjencë në vete. Dihet që duhet të themelohen dhe komisionet parlamentare, leximin e parë të buxhetit, leximin e dytë, kështu që ka mjaftueshëm dhe marrëveshje ndërkombëtare, pastaj do të vijë koha për diskutime dhe bisedime rreth çështjes së presidentit ose presidentes. I përgjigjen e ftesës së presidentes për diskutime për postën e presidentit, sepse ajo ka thënë që ka synuar për një mandat të dytë dhe ka thënë që do t'i ftoj partitë, do të takohet edhe zoti Kurti e ka përmendur. Është legjitime, besoj nga ana e presidentes, ajo vetë është deklaruar që është, do të thotë, ka shpreh ambicie edhe për një mandat të dytë, mirë po ne së pari duhet të kryejmë punët tona që janë një farë gjërave, themelimi do të thotë i institucioneve sa i përket kuvendit dhe qeverisë, pastaj do të vijë radha e presidentes. Deputeti i PDK-s Xhavit Haliti në një intervistë për Radio Televizioni 21 tha se fillimisht do të shohen se kush do të jetë kandidati i lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentar dhe më pas do të vendosen nëse do të votojnë për apo kundër. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje nuk duhet të ndjek praktikat e seancave të kaluara konstituive për mos transparencë. Seanca konstituive, a do të merrni pjesë ju si PDK? Me qenë se kryetari i partisë është takuar dje me presidentën e Kosovës, po besoj që kanë arrit në një pikë marrëveshjes që nesër me pas seancën konstituive. Ne kemi thirrë mbledhjen e grupit parlamentar, respektivisht është thirrë mbledhja e grupit parlamentar dhe pas mbledhjes me siguri që ideja është me marrë pjesë në mbledhjen konstituive. Sidoqoftë, unë mendoj që një pjesë e anëtarëve të zgjedhur të grupit parlamentar të PDK-s nuk janë brenda vendit për arsye të ndryshme, por po besoj që ata që janë në Kosovë do të marrin pjesë. Jeni të gatshëm të votoni një kandidat nga vetëvendosje për kryetar të kuvendit, ashtu siç i takon grupit më të madh parlamentar? Po tani jemi të gatshëm apo si jemi të gatshëm është diçka që vendoset nesër. Do të shohim më së pari se kush do të jetë
kandidati sepse ne nuk e dim kush është kandidati. Uroj që mos bëhen të përsëritje e gabimeve të seancës konstituive të kaluar. Dhe në përputhje me emrin e kandidatit ose në përputhje me vendimin që e marrim nesër, edhe do të votoj. Ose s'do të votoj. Faktikisht kjo i bie që është dashur të diskutoj paraprakisht me subjektet politike parlamentare për të ardhur në një përfundim që edhe ju të votoni një kandidat. Pra ju po thoni që vetëvendosi sërish ka përdorur këtë mekanizmin e mosnjoftimit dhe ju ka vendosur përpara një akti të kryer të votoni apo jo në momentet e fundit. Të paktën unë nuk kam informata. Asnjë lloj informate nuk e kam, as ka ndonjë informat publike se kush do të jetë, dhe për ata po them që nuk e di. Nuk e di sepse edhe zyrtarisht nuk kemi informat nga kryetari i partisë për grupin parlamentar lidhur me marrëveshjen që është arrit dje. Prandaj nuk mund të them ose të deklarohem për asnjërin variant se çfarë do të bëjmë. Sidoqoftë ata kanë të drejtën e propozimit. Ata mund të kenë arrit marrëveshje me ndonjë parti për të propozuar edhe dikën tjetër, të ndonjë parti tjetër, mund të kenë kandidatin e vet. Është çështje e tyre, por mendoj që në rrethonat aktuale tani vetëvendosja ka mundësinë për ta zgjedhur kryetarin e parlamentit edhe pa votat të tjerëve, do të thonë pa votat e PDK-s. Ajo që është diskutabile ende nëse do të votohet apo jo është çështja e nënkryetarit nga komuniteti serb. Ju si PDK do ta votonit një kandidat nga lista serbe për nënkryetar, ashtu siç ka thënë gjykata kushtetuese që i takon grupit më të madh parlamentar të komunitetit serb? Unë jam mirëtar i asaj që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet zbatuar. Jo respektuar, por duhet zbatuar nga të gjithë. Diskutime mund bëjmë çfarë të shumta, ide mund të kemi të ndryshme, dëshira kemi të ndryshme, por duke pas parasysh që vetë politika është arti së mundshmes, që thuhet, atëherë ne kemi një kushtetut, kemi rregullat që na e përcakton dhe na janë paracaktuar realisht akoma pa e bërë kushtetutët, dhe në përputhje me këtë çdo vendim tjetër do të shkonte prapë në gjykatën kushtetuese dhe prapë gjykata kushtetuese do të kthente të njëjtën përgjigje dhe mendoj që nuk kemi nevojë për me pas përplasje të brendshme gjykatë kushtetuese Kuvendi Kosovës. Personeli i shkollës Pavarësia në Prishtinë mbajti sot grevë 2 orëshe në shenjë proteste ndaj sjelljeve të disa nxënësve, një ditë pasi policia e arrestoi një mësimdhënës të kësaj shkolle për dhunë ndaj një nxënësi. Sipas kolektivit të mësimdhënësve, në videon e publikuar është vetëm pjesa e fundit e ngjarjes dhe se ajo nuk reflekton realitetin. Na jena në përkraje të mësimdhënësve të kësaj shkolle. I falenderojmë që me gjithat ngjarjen e rond kanë ndodhur, e kanë pas parasysh mësimin dhe nxënësit dhe kanë vendosur që ta mbajnë vetëm 2 orë protestë dhe grevë, nuk kanë vendosur që ta ndërpresin tërësisht. Shkolla të tjera disa janë solidarizuar me 1 orë mësim, me 1 orë ndërprerje mësimit me këtë shkollë, nëse ngjarjet nuk sqarohen shpejt dhe nuk lirohet mësimdhënësi, mund që nga dita e nesërme mund të përshkallëzohet kjo formë e veprimit sindikal. Nuk po kërkoj në ndrimin e shkollës për nxënësin, po kërkoj që të merren masat e duhura nga personat kompetent dhe rasti të trajtohet në mënyrë të duhur sipas legjislacionit, por edhe të bëhet një rishikim i legjislacionit që legjislacionit t'i përshtatet vendit ku domon
ku jemi donë. Sot dua të theksojmë qartë se ne, si shoqat sindikale, jemi kategorisht kundër çdo forme dhune. Dhuna në çfarëdo forme, qoftë fizike apo verbale, nuk ka vend në shkollë dhe nuk mund të arsyetohet nga askush. Kjo grev nuk organizohet për të justifikuar dhunën dhe as për të mbrojtur atë. Përkundrazi, ajo është një reagim kundër dhunës dhe kundër veprimeve delikuente që po të cënojnë sigurinë dhe dinjitetin e mësimdhënësit në procesin edukativ arsimor. Qëllimi ynë është të mbrojmë një ambient të sigurt, profesional dhe me respekt të ndërsjellët, ku mësimi zhvillohet normalisht dhe ku autoriteti mësimdhënësit nuk vihet në pikpyetje përmes fyrive, ofendimeve, sharjeve dhe nënçmimit. Ne kërkojmë qasje serioze dhe të koordinuar institucionale kundër këtij fenomeni, sepse sistemi aktual ligjor dhe mekanizmat ekzistues disiplinor nuk po ofrojnë zgjidhje efektive në rastet kur nxënësi fyen apo sulmon mësimdhënësin fizikisht. Kjo situatë krijon ndjenjë pasigurie dhe mungesë mbrojtje për stafin arsimor. Ky nuk është një problem i izoluar vetëm në shkollën tonë, por një fenomen që po shqetëson edhe shkollat e tjera. Prandaj kërkojmë masa konkrete, të qarta dhe të zbatueshme për mbrojtjen e mësimdhënësve dhe garantimin e rendit në institucionet arsimore. Ngjarja në shkollën Pavarësia ka hapur sërish debatin për sigurinë në shkolla dhe nevojën për mekanizma më të fortë parandalues në mënyrë që ambientet shkollore të mbeten vende të sigurta për fëmijë. Shkolla Pavarësia në Prishtinë ka 1992 nxënës, ndërsa kjo është klasa ku ndjek mësimet të nxënësi me inicialet A.O e që u bë rast i njohur në gjithë Kosovën për dhunën që është ushtruar mbi të. Përndryshe mësimdhënësit deklarojnë që nxënësi ka qenë tejet provokativ dhe pikërisht i njëjti nxënës sot edhe ka ndjekur mësimet, ndërsa mësimdhënësi është në mbajtje. Jemi mësimdhënës të tij realisht të klasëve të nënta dhe shohim vazhdimisht që ka sjellje jo të mira në raport me mësimdhënësit. Edhe duke na fyer ofenduar gjithëve, thuajse ka bërë sjellje të tilla. Ne jemi munduar që me ofru, jemi munduar me fol mirë që mos me marr këtë rrugë devijante, po e themi, sepse mos respektimi i mësimdhënësve është një sjellje negative dhe është një devijim, domethënë i shoqërisë, mu themi. Po si ka mundur të futen pra nxënësit? Unë s'jam interesuar me vazhdu matutje, më falë. Por dera është e hapur gjithmonë apo jo? Hapur për neve. Fenomeni i vjeshëm është maja e icebergut që ndodh në çdo shkollë për ditë. Ky është problemi. Faleminderit shumë. Dhe ky rast le të shërbej si një momentum që të ngrihet alarm në të gjithë shkollat dhe të bëhet e qartë se mësimdhënësit çdo ditë janë të denigruar, janë të fyer, të sharë dhe askush nuk del në mbrojtjet e tyre për shkak se korniza ligjore mësimdhënësin, domethënë e shkollën faktikisht e mban pezull, sepse gjitha masat, pika parë është vërejtje me shkrim, pika e dytë është vërejtje me gojë, pika e tretë është pezullim nga garda e ekskursione, pika e katërt është pezullim nga shkolla për 3 ditë. Këto janë masat që ka shkolla në dispozicion. Gjithë këto shkolla i kemi shfrytzuar gjitha në raport. Po, janë të protokolluara, janë të gjitha. Prokuroria kreti ka marrë dokumenta, do thotë për ata po më vjen keq që jeni më të kujdesshëm në mënyrën se çu shpëtrajtojmë rastin. Po normalisht, po na shqetëson se Ju ka shqetësuar rasti? Po na ka shqetësuar rasti shumë. Kush prej jush dje ka qenë rastin prej punëtorëve teknik? Se di. S'ka qenë kërkush. Vazhdojmë tutje me informacione të tjera. Agjencia për parandalimin e korrupsionit i tha Radio Televizionit 21 se ndonë se në vitin 2025 Kosova nuk pati institucione plotësisht funksionale, puna e saj nuk u ndërprej dhe nuk u ndikua drejt për drejt nga situata. Drejtori Ylli Buleshkaj thot se gjatë këtij viti janë raportuar qindra raste dyshimi për korrupsion në sektorin publik, duke veçuar në fushat më të prekura dhe sfidat në luftimin e kësaj dukurie. Deklarata e tij pasoi publikimin e Transparency International, sipas të cilit Kosova ra për 3 pozita në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2025. Nga ajo që posh nga lajmet fillestare, ka aty janë paraqytur edhe arsyet sepse kemi një ramje të tillë, e cila ndërlidhet kryesisht me mospasjen e një administrate funksionale apo një qeverisje funksionale dhe parlament vitin e kaluar, po ashtu
edhe me mos vazhdimin e reformave qofshin ato në sistem prokuroral apo gjyqësor, dhe me një sër indikatorësh tjerë të cilat kanë kontribuar në këtë ramje. Ne si agjensi, në vitin e kaluar, kemi vazhduar punën tonë. Ne si agjensi nuk kemi ndikuar fare nga këto problemet cilat janë rrethanore për ne, sepse kemi pasur një buxhet të aprovuar, ne kemi vazhduar për të punuar, ashtu siç kemi punuar vitin paraprak, bile edhe me trend edhe më të përshpejtuar. Kemi pasur në mbi 100 gjobat që ka shqiptuar agjensia fillimisht. Kemi pasur mbi 100 raste që kemi dërguar në prokurori. Kemi pasur plot vrejtje që janë dhënë zyrtarëve publik për dyshimet që mund të jenë në afera që mund të çojnë në korrupsion. Kemi trajtuar mbi 200 raste të konfliktit interesit dhe janë dhënë udhëzimet qoftë për të evituar, janë dhënë udhëzimet për të prishur procedura që janë lidhur në konflikt interesit dhe kemi dërguar edhe raste në prokurorinë e shtetit për shkeljet të cilat i kemi evidentuar. Thot puna e agjencisë, po besoj që ka kontribuar sepse rezultatet mund të ishin edhe më të këqija, por ne në asnjë aspekt nuk jemi ndalur në punën tonë. Kjo po them prapë sepse edhe mospasja e institucioneve nuk ka ndikuar direkt funksionalitetin e agjencisë si të tillë, e që kjo ka qenë ndoshta më vështirë për institucionet të cilat varen direkt qoftë me legjislacionin e ri, i cili është pritur të aprovohet, apo me përkrahjen financiare e cila ka mund të jetë ndryshe gjatë viteve të kaluar. Përmendë fushat, a mund ta thoni në cilin sektor ka më shumë themi korrupsion se dyshime për korrupsion? Tash, dyshimet për korrupsion më të mëdha janë standarde, janë kryesisht në prokurimin publik, është në sektorin e dhënies së licencave edhe lejeve të ndërtimit e tjera. Do të kjo është, por ky trend është global. Besueshmëria në këto procese gjithmonë është e sfiduar, ndoshta për shkak të transparencës së proceseve, qoftë për marrjet e lejeve licencave, të cilat nuk janë shumë publike, nga herë kriteret edhe duken që janë nga rasti në rast variojnë, edhe pse ato ligjërisht nuk janë të tilla. Këto institucione që punojnë në këto fushë do të punojnë më shumë që të rritë transparenca. Një mungesë e cila është evidentuar edhe nga ky vlerësim është mungesa e strategjisë kombëtare kundër korrupsionit, për të cilën agjencia është përgjegjëse për ta zbatuar, por nuk është përgjegjëse e vetme për ta hartuar. Ne pranojmë pjesën tonë të mandatit që duhet të kontribuojmë nga aspekti profesional në hartimin e saj. Kjo ka mungu, edhe këtu ke marrë një pjesë të vogël të poenave negativ nga ajo që pash, nga ajo që u deklaruar në publik më herët nga kapitulli i Transparency International për Kosovë. Po shpresoj që me administratën e re në Kosovë shumë shpejt do të kemi një strategji e cila i përcakton standarde ndërkombëtare më të mira dhe në vitin e ardhshëm, në vend që të jemi të shqetësuar për rezultatet, jemi të lumtur sepse të vazhdojmë me trendin pozitiv për të publikut për percepcionin e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, i cili do të jetë i bazuar në të dhëna të forta se punët janë kry, si tillë do të vazhdojmë antarmen. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.